Për koalicion, apo kupton? Ja. Okej. Agenda e vetëvendosjes për... Ka deshta me thonë është që edhe në 2 deklaratat e fundit që i kemi dëgju të Arbëria Nagafës të Albelina Agjiut, ka të regu qarë që ata janë të interesum të abojnë qeverin para presidentit, do më thonë momentin që s'do të ketë marrëveshje para prake me dikën. Që i bje që ka nevojë veç një partner vogël, ose partit e ne do të adim që ose po dënë me zgjatë krizen, me prit nëse dikush po dërzohet, ose po dënë me shku direkt në zgjidhje. Pse shkon zgjidhje, unë nuk e di, i përmenem arsyet, ndështë që ato mujnë me kanë arsyet asociacioni edhe krejtu skandalet e qeveris, po unë nuk shoh, përderi sa fajsohet prap opozita, përmes deklaratav të atyne të dyjave, nuk shoh vullnet që vetëvendosja të bëj president. E shoh ma shumë si... Po, a do të insistuar në marrëveshje në pako, që e përfshin edhe kuvendin potencialisht pozitën e kryetarit kuvendit, pastaj edhe dikasterët qeveritare dhe presidentin në fund, apo duhet të presin partitë e tjera që i fton veç për presidentin? Ka pas një qasi pakos, ka me pas zgjidhje. Veç ajo e ka e më të pakos. Veç ajo është marrëveshje. Nëse bën qeverin, edhe nuk ka marrëveshje, do më thonë na e dim për 90% që do të shkojmë zgjidhje. Do më thonë është... Dhe ka pas edhe interpretimet ndryshme Ramadani, për shembull, të konstitucionalistëve që as nuk shkon